Trajneri Artim Pollozhani dhe futbollisti Aleksandar Trumçi të gatshëm për të përgjigjur pyetjeve tuaja përpara sfidës së kthimit të xhirosë së tretë eliminatore të UEFA Conference League. Nesër në mbrëmje përballemi me Hibernianin e Skocisë. Sigurisht që ka pas ngarkesë gjatë kësaj jave, për vetë faktin që ditën e njëjtë kemi pas një ndeshje të rëndësishme me një ritëm të lartë në Kupat e Evropës. Ekipi është kthyer pastaj gjatë mbas ndeshjes direkt. Kemi pas derbi praktikisht ditën e diel me një orar që nuk e kuptoj edhe në këtë moment që flasim pse duhet bëhet në atë orar në ato temperatura të larta, por që fatmirësisht për ne kemi kalu mendoj mirë edhe jemi mundu që edhe të ruajmë forca për ndeshjen e kthimit, sepse siç e thatë ju është një ndeshje e rëndësishme për vetë aspektin e asaj që të qonë në play-off në Conference League dhe je afër praktikisht pastaj me dy ndeshje je afër asaj objektivit ose asaj që ne duam ta përhertojmë për herë të dytë grupet e Conference League-s. Për sa i përket pyetjes tuaj, atmosfera është pozitive në ekip. Normalisht pas ndeshjes që kishim derbin me Vardarin është një atmosferë më e mirë në ekip, pasi kishim një ndeshje direkte për kampionat dhe ishte një ndeshje e rëndësishme ku arritëm ta fituam dhe ta dominojmë. Dhe kthehemi te ndeshja rradhës nesërme, synimi jonë është fitoria dhe të kualifikohemi për raundin tjetër. Pasi dhe në Skoci kishim një ndeshje të mirë, por me pak fat do kishim pasur një rezultat më pozitiv, por shpresojmë ndeshjen nesër të jemi pak më decisiv dhe të arrijmë kualifikohemi. Patjetër që do jetë ndeshje e fortë, duke pas parasysh që kemi një kundërshtar që vjen nga një kampionat që është fiziku është primar dhe unë mendoj që nëse nuk jemi 100% ose nuk luftojmë për çdo top, ose nuk luftojmë për çdo cep të fushës, do e kemi të vështirë, sepse bëhet fjalë për një ekip që lut taktikisht jashtëzakonisht mirë, bëhet fjalë për një ekip që lut fizikisht jashtëzakonisht mirë, edhe bëhet fjalë për një ekip që tranzicionet pozitive i ka të shpejta, kështu që edhe mund na vështirësoj në këtë lloj aspekte, por që është normale që ne t'japim gjithçka nga vetja, sepse bëhet fjalë për turin e tretë të Conference League-s edhe bëhet fjalë për play-off të Conference League-s. Sigurisht që edhe ne kemi ato planet tona, dhe ne kemi cilësinë ekip që mendoj që mund të përballojë një ndeshje të tillë, eksperiencën patjetër që po, duke marrë parasysh Kupat e Evropës vjet si klub, kështu që nuk ka asnjë gjë, nuk na mungon asnjë gjë që të bëjmë një performancë të mirë dhe pastaj patjetër që dëshirojmë që të kualifikohemi. Mendoj që Hiberniani është një ekip cilësor dhe ka element cilësor në ekip. E kemi parë që ka fituar ndeshje të vështira në kampionat, por ne fokusohemi te ndeshja jonë e nesërme dhe jemi përgatitur mjaft mirë. I kemi analizuar gjitha si gabimet, si gjërat e mira që kemi bërë në Skoci dhe për ne është synimi jonë është të futemi në fushë, të japim maksimumin për të marrë një rezultat pozitiv. Çështja është që ne nuk duhet të bëjmë analizë të kundërshtarit mbas kushteve klimatike. Ne bëjmë një analizë të përgjithshme kundërshtarit sepse nuk duhet të kryejmë alibi në analizë kundërshtarit me çështjen e temperaturave, çështjen e shiut, nuk e di ç'a. Domethënë Analiza bëhet duke marrë parasysh një kundërshtar që ne mendojmë që mund përshtatet kushte të tilla, a mund të jetë në avantazh, me një përqindje të vogël besoj që mund të jetë në avantazh, por që nuk e kemi që do kemi përparësi ose do e kemi të lehtë. Përkundrazi do jetë super ndeshje e vështirë dhe ne e kemi patjetër të marrim masa. Domethënë e përgjithshme është që analiza nuk bëhet në atë faktin që a do jetë vap, nuk e dim nëse do jetë nesër, a do jetë vap, a do jetë ftohtë. Analiza bëhet praktikisht në atë që ekipi kundërshtar paraqet në fushën e lojës, sepse është ekip profesionist dhe ekipet profesioniste përshtaten shpejt. Specifikat e kampionatit edhe të kupave të Evropës ndryshojnë. Normalisht sepse në kampionati është maraton dhe kupat e Evropës janë me eliminim. Tani ajo që pam ne tek kundërshtari është komplet lojtarët e sulmit ishin në stol. Kjo ka
dy gjëra, o beson shumë ke lojtarët e Stolit, ose po praktikisht ato lojtarë nuk do të që t'i ngarkojnë kampionate edhe që t'jenë gatshëm për Kupat e Europës, kështu që nga kjo pjesë ne kemi marrë masa patjetër që i kemi studiu edhe ato lojtarë që janë në formacion edhe ata që futen. Praktikisht o bën një analizë e përgjithshme, bëhet analizë si mund veprojë një kundërshtar që luan Kupat e Europës edhe me eliminim direkt. Sigurisht që ana psikologjike është jashtëzakonisht e rëndësishme këtë ndeshje, por nuk duhet harru edhe komponentët tjerë që bëjnë pjesë, si ana fizike, si ana teknike, ajo patjetër taktike, gjithë komponentët nuk duhet lymë me kokën në nxehtë, duhet jemi të qetë ka manovra jonë që do kërkojmë nesër, praktikisht duke pa pastaj zhvillimin e ndeshjes, duke pa zhvillimin e ndeshjes edhe praktikisht edhe do fokusohemi ka ajo që çfarë do na bëj ndeshja. Shpresojmë na duhet një gol për të shkuar tek ato vazhdimet, por pse jo edhe ta mbyllim brenda 90 minutit, por që do jetë një ndeshje që gjatë gjithë kohës do duhet vëmendje edhe se çfarë mund marrim masa për vazhdimin e minutazhit. Nuk e di se si mund veprojë kundërshtari duke pas parasysh mentalitetin dhe kampionatin ku ato luajnë, ne nuk besoj që mund mbrohen, por që patjetër që ne kemi marrë masa nëse do na përgjigjen siç na u përgjigjen në Skoci, ose mund na përgjigjen siç ju përgjigjen praktikisht në kampionat në ndeshjen me Rangersin. Këto janë çështje pastaj duke ato çështje duken praktikisht gjatë ndeshjes. Gjatë ndeshjes mund të shohësh ose mund të lexosh lojën që si mund një kundërshtar, për shembull, që ka një avantazh për një goli në ndeshjen e parë dhe si mund të vazhdojnë ndeshjen e kthimit, sepse ne dim që në Kupat e Europës Hibernian ka luajtur me Malishevën, por Malisheva ka qenë ndeshja e parë, kështu që nuk mendoj që mund merret shumë bazë ndeshja e parë kur ke një ndeshje kthimi pastaj në Skoci. Praktikisht ne do shohim nesër, domethënë kundërshtarin gjatë lojës se si mund veproj, pastaj gjatë këtij informacioni që ne marrim gjatë ndeshjes, edhe normalisht ne kemi plan që nëse do na mbrohen ose nëse do lyjnë me një stil loje që ato gjatë gjithë këtyre ndeshjeve që kemi parë ne edhe kam praktikuar. Mirë, ju falenderoj gjithëve që ndoqët këtë konferencë për shtyp, kemi sonte seancën stërvitore, ku si që tha dhe trajneri Pollozhani, do të kemi qartë edhe në cilët lojtar mund llogaritet në cilët jo, shpresojmë të gjithë jenë të gatshëm për nesër. Nga ora 20 edhe një apel jo i fundit për gjithë publikun të vinë nesër të mbushin stadiumin dhe bashkë me Shkëndijën të kërkojmë një tjetër gëzim evropian dhe kualifikim në play-off të UEFA Conference League.